Shëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Dikush nuk sa haron. Çfarë do të bëjë ky person për ju? Pra çfarë do të bëjë ky person për ju? Dhjeta e kupave. Dhjeta e kupave tregon që ky person për ju do pafundësisht. Ky do të bëjë ç'është e mundur që ju të dy të jeni bashkë në këto oazë të mrekullueshëm, rrethuar nga mirësi, nga dashuri dhe nga bekimet e universit. Sepse ju jeni një femër shumë ekuilibrante, që dini të mbani ekuilibër në jetën tuaj. Keni luftuar fort sot për të bërë këtë ëndër realitet. Dhe tek ky person ka gjetur paqen, ka gjetur qetësinë, ka gjetur atë dashuri pafund, atë bekim që i ka ndryshuar dhe i ka transformuar jetën e tij. Rrota e fatit është një letër e cila tregon që do të ketë një ndryshim të madh në jetën tuaj. Ky person bën të pamundurën, bën gjithçka që jeta juaj të ndryshojë. Sepse në jetën tuaj keni pasur dhe shumë probleme, keni pasur dhe njerëz rreth jo fort të mirë, por ti gjithmonë për këtë person je dhe ke qenë perëndesha e bukurisë. Një femër në këto oazë të mrekullueshëm, me këtë dritë universi, me kuror me gur diamanti. Një takim serioz, mrekullueshëm, fantastik, të të bëhet shumë shpejt midis ju të dyve. Ky takim është i mbrojtur nga ky ëngjëll që ju mbron lart në univers dhe ju bën që ju të dy të keni një bashkim të shpejti, sepse dhjeta e kupave tregon se ju të dy jeni një njohës dhe falenderoj universit për këtë oazë të mrekullueshëm që ka sjellë në jetën tuaj. Me kë rezonon kjo energji? Me kë shenjë të horoskopit? Me peshoren, me luanin, peshqit, binjakët, shigjetari dhe demi. Kurse në shenjat, në gërmat e alfabetit, në gërmën e parë të emrit tuaj, rezonon me gërmën Q, me gërmën Ñ, E, P, Q, R, P, N, R dhe gërmën M. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.